Përshëndetje shikues të nderuar, kemi ardhur këtu në fshatin Jezers në komunën e Ferizajt, ku do të bisedojmë me një banor për jetesën e tij dhe për Jezersin në përgjithësi. Na ndiqni. Nderuar, fillimisht faleminderit që i ke hap dyrë për me realizu këtë intervistë. A kishe mujt për shikues që nuk të njohin, me na tregu se kush je dhe prej nga vjen. Faleminderit për ardhen të juaj në fshatin Jezers. Unë quhem Nazmi Hajdari, jurist i diplomum dhe rapsat me aktivitete artistike. Fillimisht flasim pak për fshatin Jezers, sa banor dhe sa shtëpi ai ka paravarësisht. Fshati Jezers gjendet në jug perëndim të komunës Ferizajt, i ka 5142 hektar e 22 are sipërfaqe. Është vend banimi më i madh në komunën e Ferizajt. Më herët ka qenë Joniku, kur ka qenë fshat, ka qenë vend banimi për ka territor më i madh. Tash në nivel të Kosovës, Jezersi është territori si fshat më i madh në nivel të Kosovës. Pastaj vjen Marevci i Prishtinës për mas Jezersit. Me çka mirën këta banor këtu në Jezers? A ka ndonjë aktivitet veçantë ose a mirën me bagti, me bujqësi? Jezersi ka disa dukuri që ban me i treguar, nifët për histori, për luftra, nifët për bukuri natyrore, sepse turizmi është i zhvilluar mjaft, është zhvillim e sipër, është i njohur për mikpritje dhe bujari. Banor më herët ka qenë për kanun banor e kanë quajtur Jezersin kryevendi, se ka qenë fshati më i madh për kanun banor. Fshatat poshtë ka qenë 30 shtëpi, 20 shtëpi kështu. Ky diku 300 shtëpi ka pas, 300 familje, atëherë familje blegtarale. Kryesisht banorët e Jezersit janë marrë me bagti, edhe bujqësi, edhe me shitje dronjve, se më herët s'ka pas, nuk ka qenë i zhvilluar. Lufta, gjitha luftet e kanë shkel këtë territor, edhe të lidhjes Prizrenit, edhe të luftës dytë botërore, edhe luftën e fundit të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, do thotë Jezersi është fush arenë luftime. Edhe Isa Buletini këtu një herë ka bujt një 10 ditë, e ka bu një betejë, i thojmë në atë lagja Gzimali, janë i kom të Isa Buletinit aty, edhe janë i kom të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, prafërsisht 100 metra në rrëbje veti. Do thotë, ka histori, ka lavdi, ka bujari, ka bukuri. Jezersi ka këto si shumë fshate kanë një të mirë, se kjo ka gjitha të mirat. Flasim pak për traditat edhe për zakonet këtu që ende i mbani në Jezers, cilat janë disa tradita, disa zakone apo festa që i mbani ju ende këtu, që janë ndoshta edhe të veçanta prej fshatëve të tjerë. Jezersi nuk ka pas skull asnjëherë, po shquhet për oda. Në prag të luftës së fundit, kanë qenë 146 familje, 146 oda kanë qenë Jezers. Do thotë, ka pas odën e vetë, se shquhet për mikpritje dhe bujari. Ka qenë rrugë kaluese, kjo para se me ekzistu këto rrugë magjistrale të asfaltume, Peshkupi, Ferizaj, në për Jezers, Prizren, Shkodër, kjo ka qenë rrugë kaluese e karvonëve, njerëz që kanë bërë tregti, në Selanik atje, Shkup, e kanë ardhur deri në Shkodër kështu duhanet çka kanë bën tregti. Do të Jezersi për ata ka bë oda për mysafirë, se njerëz kanë tregtuar bagtin Ferizaj, kanë bujt në Jezers edhe janë nisë për Prizrenës. Do si pikë stacion i ndaljes u kon për me pushu. Po, do secila familje ka bën kushte me prit mysafirët. E këto oda në ditë sotme, apo a janë ende funksionale, apo sa oda janë parafarsisht? Nuk ka oda, se lufta i ka djekë këto shtëpia. 246 objekte banimi janë djegë, janë shkatruar gjatë luftës. Kanë filluar ndërtim, po oda mos ka marrë kërkush. Ka qenë një odë vllavët, një dy që i kanë pas, pa ata mos ka oda, kjo vlla ka prisë, jo ka ndodhë djemte, ka bën ta shtëpi, do thotë ka ndryshuar, oda s'ka për momentin. Bos do thotë që s'ka tash ka villa plot. Në për villa bojnë neja, ato villat e kanë më një formë, kanë gjokë, kanë konstruksionin
i përngjojnë edhe oda. Është një farë lloj ode Një moderne. fallohet po, odë moderne tamam qashtu. Bojmë ne në për këto villa, po odat tradicionale nuk ekzistojnë më një zers, se koha i ka ndryshuar. A mund ndodh edhe që kanë fillu mu zbrastu fshatnat, njerëz po shkojnë më shumë nëpër qytete, ky fenomen ashtu ndodh edhe në Jezerc? Të na ka ndodh, janë shumë arsye që ka ndodhur, se besoj se Jezerci, infrastruktura e Jezerc ka qenë e lënë mrapa gjatë ish sistemit. Ka ardhur asfalti dhe rrëdhimin e Jezerc kurse kanë prunë, se ka qenë vendbanim shqiptar, kurse ka pas komunitete tjera. Pas lufta, kur shkatrum këtë, njerëz janë strehuna për vendet ndryshme, edhe ka gjatë kjo periudhë, dhe në 2008 s'kim pas rrugë, 2008 është mo që kjo asfalt që ka lënë kësajde, po në atë ku kur mo kjo asfalt familje banë zgjidhën në për fshatra poshtë ose në qytet. Dhe për ata tash infrastruktura, falënderit pe shoqërisë po tham kështu, infrastruktura tash ka rrit kurmin, gati gjitha rrugët në fshat janë të asfaltume, po banorët nuk janë kthy më. Janë për momentet 18 familje të në fshat, me 200 banorë, 300 janë, se janë kryesisht banorë ka pak, ka 2 antar familje, 3 antar jetojnë, po ato familje të mëdha nuk janë më. Në prakt lusën na si familje 36 antar kemi qenë. Jo vetëm na, po ka pas plot familje 30-40 antar. E tash ato familje janë ka 2-3 antar, mos ka familje të mëdha. A mendon ti që me zhvillimin e turizmit që është ndodhur në Jezerc mundohet që edhe mu kthy banorët me jetu apet këtu fshat? Po shumë njerëz shtëpi kanë marru, do të ata vinë vikende, vinë një muaj, një javë kështu vinë, po me banut për hershëm vështirë që kthehen se kanë pas zgjidhje ndryshme në qytet. Po, domethënë jetesën e punë të krejt i kryen në qytet, po me pushu ose në vikend, ose gjatë periudhës të verës. Shtëpi lloj vikendis kanë marru ko plot, do të Jezercalit kanë marru kanal, po me jetu nuk u kthy asnjë. I vetmi që është që të poshtë një Bajram Bega, i vetmi që ka jetu në qytet, u kthy komplet me familje dhe ka një fermë të mirë të dhive, ka dhe pula dhe qore, i vetmi që ju ka kthy kështu, fshatit pe ka jetu dikun 12-13 vjet në qytet, ka jetu, ka pas biznesin në qytet, e ka lënë qytet me këtë familje është kthy në Jezerc. I vetmi është që është për shembull me morë edhe për lavdat është, edhe jeton shumë mirë. Përpos ati banori, a ka banor tjerë këto në Jezerc që mirën me që mon shembull ka shtëpjakës si lop, dele, 4-5 familje, jo 4-5, do të dikon 7-8 familje që tash ju kanë kthy kësaj stilit jetesës me blegtori, me shumicë, se atëherë çdo familje ka pas 2-3 lop, 10-15 copë, 30 copë, ka pas edhe tash janë familjet, mos i familje s'kan. Bajrami thashe ka dikun afër 100 copë dhe ka 200 pula qura, ndoshta më tepër tash. Janë familja Avdolli, i thonë të livat e kishë, janë 2 ferma. Një fermë është e jasharve ferme dhive, edhe i bileton në Gjermani, pranari, po i ka argati punoj, dhe ka investuar me një fermë. Janë 2 familje Haliti, kanë dhenë. Ato familje tash kanë bo, se përpara ki pas familje që kanë pas kred, po jo me shumicë, tash këta janë përqendru në blegtori, me mbajt në ferma. Aja mënyra egre e mbajtës tash ka përfunduar. Këta Jezercalit, do më thonë, që jetojnë këto, ose që kanë jetu këto ma përpara, prej nga vinë, prej nga rjedhin ata? Jezerci thuhet, se sa është për me thonë, po thuhet që atëherë kur nuk e marrën historia, një banor pe Malësisë Madhe u vendos në Jezerc, një në Mramor të Prishtinës dhe një është në Zhabar të Mitrovicës. Me Mramorën tash e ka 100 vite, mbi 100 vite që ka përfundu shku me ardhmen, deri para 100 vite kanë ardhur. Unë kam qenë rastisht, se jam rapsat kështu, në vitin 1989 në Mramor kemi morë një nusë për frizohet, një plak atëherë natë 5 veçarë, në tha që 7-6 vjetë, jemi enë me bipt e hijës, ne i thëmë bipt e hijës dhe bipt e rejzës kënë një Jezerc. Do të këta bipt e mbojnë men atë pjesë kër janë enë me ata, e presa e kuaj janë që 100 e gati 50 vjetë, nuk jemi enë atë, po e dim që jemi një gjak, një vlau. Do thonë ata e në konë 3 vllazni, se cilë shku në venet ndryshme? Po thamë pej traditës thua se kur ka një Jezerc, ka qitë push, ka thonë që të jetuat dhe përnorë në qëto. Në Mramor që
relievi ka dhe mramur, edhe atje ka qitë po këtu jetuat, edhe ka shku njënin Zhabar atje, e din të tripar që jemi një gjak, jemi një vlau. Do të thonë bas të jehonës të pushkës. Jehona pushës ka ushtu, thët këtu jetuat, është si familje, ka mos i mos gjanu. Se ne kemi një familje, tash e ka 100 vjetë në Kaçanek, 76 vjetë, 3 familje kur së shtuën. Bile ata kanë bëjmë një zërë, tash kanë lujnë, 2-13 familje në bon. Dhe gati një shekull që ato 3 familje kur së shtu, se është fjolla një lloj tradite që e përdin me përgjithë teren ku jetuat, ku gjallohet familja, ku sjetuat, po. A më kalëzën të prej nga rjedh emri i fshatit Jezerc? Jezerc nuk e din kërkush saksisht. Unë kam qenë e herë me një seminar, kur kam qenë student në Institut Albanologjik. Emri ma adekuat, arke se ne kemi një vend, ne thujmë gur rreth. Është një kodër që i ka 3-4 rrath me gur kështu, është moje kështu, po i ka rrath me gur vetë natural. E gur rreth, fjolla gur rreth për rjedhë ke pe fjolës ilire, Jazrina. Toponim maj parafart të institut që erdë, në institut Albanologjik erdë Jazrin pe fjolës ilire. Këta thujnë pe Slave, Jezerse, Liçello i Liçeni, po kjo është legjend, se s'ka ekzistu, po e kanë bjellë sërbët që është e jona. është më tepër fjalë pe qasoj ilirisës vjetër, Jazrina, gur rreth, si pikë, tani është po është emër shumë i hershëm, do të perandërin turke ku ka qenë atëherë ekziston emri Jezerc, do të ka rreth 1000 vjet ky emër që është i vjetër, si Jezerc. Po ajo Jezrina është thash një kodër që se na kemi një toponim gjytet. Toponim i lirë është kaloja aty, po ka qenë vendbanim shumë i hershëm. Kaloja e Jezercit ka komuniku me kalon e Artanës në Bardhës dhe me kalon e Goleshit, që ato po komunikojshin në tresh kështu. Dhe kala shumë e vjetë, e lirë të kanë nisë, Bizantin të kanë përfunduën, pasane e kanë shkatru se vitë themelët janë. Ti si banori i Jezercit, a të përmbushën kushtet ty për me zhvillu një jetesë të rahatshme shembull të Jezerc? Përbes unë këtu jetoj, ose kam nërmen me vazhdu, kam inshallah kemi fatë mas 4-5 vjetë e shini, keni me pas rasa dhe një herë më orë, keni me po që e kam seriozisht jetesën këtu. Këtu kam bret, bëj boshe, kam pëjmë dykun 300 trupa pëjmë gjitha llojet, jeta në fshat është e mirë. Është e mirë se thash knoshën me bukurit. Në qytet unë kam me banese, kam 4-5 banesa. Një kam të modhe 220 metra katror, tjerët e kam ka 100, po tjetër shëndet ka njëri këtu, tjetër gjumë ban këtu, tjetër ban qytet. Kënaqësi o me jetu në këtë pjesë, pëse do mos verës, s'ki shka jetë në qytet. As jetu në banesë, aty ki mu pjek, pe në zajetit qomo, këto jeton me një hi, ku të hinë që ki fladin e natyrshëm të hijes, s'ki nevoj me rëqu flotër hisë, natyra vetë e ftofton. Ti një qytetarit të ri, shambull, që jeton në qytet, a e kështë këshillu, ose e kështë rekomandu Jezercin për marrë me banu këto vetë? Me pas kushtet, kisha rekomendu, po kushtet standardisër nuk lejan. Do të me otu, se unë djemë tash janë, se mund banesa, se po në gjithë, me otu për Jezerc është pak e zëshme. Si dhe mas, unë qëtë vetë i kum transferu në banesa kretë. Dimnit, ku arke turni natën, 3 natës me ardhen, ishte rabur rruga pa hapër, në dëshke me lanë veturën të shkullë atje, me orë kom përpjet në 3 natës, është pak e mërzishme. Ose të nesërmen, u dëshke kom më shku se rruga pa qerme. Me zgjë se mirëmbajtja s'ka vrejtis, komuna ka mirëmbajt këtë rrugë ma tepër se në qytet. Po me gjithë të kur bjen natën bura, të s'ki shka banë. Për kushtet dimnit, rinia ka s'mujnë me tu, vini ditë me skijata ose me shiju burën, po ju me turën. Është e zërshme. Edhe punësimi për Jezerc pak ma vështirë mbahet. Një pjesë e madhe janë punësu, se janë diku 14 restorante. Kanë gjetë punë njerëz. Pe qytetë vinë punoj kënë, kthejnë qytet. Do të ketë ato restorante kanë punëtor pe qytet. Do të dikur Jezercalit kanë shku më punësu në qytet, taman qytet, tash pe qytetë gjojnë punë Jezerc. Unë ndryshuën disa se janë zhduk, po disa janë rejtë. Blektoria ato
që ka pas çdo familje tash nuk janë atë, po që tash restoranta që i kanë ka 7-8 punëtorë, 10 punëtorë, nështë edhe më shumë. Po shoh që pas ke dhe blet këtu. So trupa blet pavarësisht i ki? Unë kam rreth 30 këtu, vëllavi ka mbi 50 këtu ofër. Bletaria ka kushtet mirë në Jezerës për më zhvilluar. Janë 4 bletarë këtu, kryesisht që i mbajnë blet këtu. Me temta ka 2-3 blet gati çdo villi, ka 2 blet. Shumica 2 blet, 5 blet i kanë kështu. Mjorta është shumë cilësore, se këtu pesticid nuk stërpiket as gruni, as misi, as kur gjë nuk stërpik, pra ata është mjorta është shumë cilësore. Mjorta unë saher unë kam histori të gatshëm, edhe vllavi ka këtë me telefon edhe kur del mjort, veç e thotë ndash me ardh me morr. Mjorta o dal, ose se reklamojnë i ke erë të prit. Mjort cilësore, bletaria është mundësia ma mirë që mund me jetu banor këto. Pak punë ka për ditë, po punë e lehtë është. Edhe fryti është shumë i mirë. Është e zënshme mu mirë mbajt shambull bleta, të merr kohë se... Ko bleta dënë për ditë me qenë rësaj, nuk është punë e ronë, po dënë për ditë me vepru rësaj. Ka nevojë çdo sa një ditë me kështu çka ka, një mund me met pa ushqim, një është gata verë do të me përcjellë se këtu nëse si ka kushte nuk i afron sanakun tjetër, arkën tjetër me shtua del edhe largohet. Dobësor kur shon tash e thon gjuhën me rojit, po thana i thoj me lëshur, kur shon aja dobësohet kjo është kametër këtu. E do të më koni përgatit çdo ditë do të më përcjell këtu në çet periudhë, ose mos më lënë lëshu, ose kur shon sa e nolët pak prit, nëse për kujdese dikush për to e çatu të prit. Rren një kohë e shek të kërkosh nisë din ku ka më shku, se fillimisht të siguroj një zgur lisi ku ka më shkuën, pritin pak, nuk do me kujdes ku kush më thonë nisë dhe edhe ku ka më shkuën. E përmend edhe që ki llojshmëri të pemëve të mellta. A ki problem më mirë me to, ose a del koha, ose kushtet a plotësohen për me i majt këto pemë? Me pemë, thash këtoj kryesisht një 10 trupa i kam që që i kum blenë qytet. Kryesisht kam pemë tegër që i thoj, kam shartu me vetë. Janë të varietetet e mëshme që tash në trekësën e gjoni kum kultivu, janë këtu do jetojnë. Jo me pemë se këtu në vetë natyre i manë, vetëm tash pa i stërpik s'ki qare. Do të nuk i stërpik, këtë binë tokë. Fillimisht lula kur të bjenë, për mësë me do të bletë, do të 90% lulli kur binë, i stërpik me njëherë edhe mos kem punë me to. Kryesisht e kam nuk mirë me shijtë ty, po për familjarë, me që shoku zhvinë, këtu i servojmë. Peqër shijat hershme që i fillon, deri në fund të tërët ka pemë sa dush. Dhe të përmbyllë me ftoj. Jezerci është një territor malor, edhe jetojnë edhe kafshë tegra. A keni rrezik ose a ndin rrezikshmërinë prej kafshëve tegra këtu masi që jeton këtu? Jo, një Jezer tha mos i pas edhe me flua dhe me faun, po Ario jeton këtu, deri e jeton, ujë që ka, jo shumë po ka. Dreri jeton, lepu i dhejrë në gjithen, Ario dikun 5-6 cop janë këtu pare, mund jetë 3 herë më kanë hitë këtu bletë këtu. Po nuk janë për njerëz, nuk e halos s'kan ndodhë me rreziku kërkan as me friksuan. Do të me kua elshën rrugën largu, ose nuk janë mish ngrënëse, janë barë ngrënëse. Vetëm blet amëlsinë, mjartën e dojnë ato, ose për nëshë mish nuk hajnë. Si desert e kanë. Po që ushqimi maj mirë, moja ushqimi të botës është mjarti, edhe ato pëse mos me hongër mjartën. Flasim pak edhe për rinin tënde që e ke kalu këto një zërc. A ki ndonjë ditë veçantë që e mon men për rinis ose për fëminis tonë këtu që e ke kalu një zërc? Po unë si fëmijë thash kum nin këtu, kum jetu shkollimin e kum kryen shkollën e fshatit këtu në Jezerës, gjimnazin kum kryen Ferizaj, do të juridikën e kum përfunduar në Prishtinë. Pese ku e thash se jam edhe rapsat, edhe në vitet e fund që 20 vite jam edhe lautar. Lautari jam i vetëm në regionin e Ferizajt, po në rrafshin e Kosovës. Ndërsa rapsat jam që 49 vite, vitin e arshëm i baj 50 vite, sigurisht kam e mbajt një manifestim pak ma të veçantë. Se i baj 50 vjetë kongë, një libre kom shtyp, 2 jam me kongë është fjolla, 2 jam gati, një roman e kam në përfundim e sipër.
jam interesu me lëndë shka, po si rapsat e kom fillu në shkollën fillore. Në klasën e 5 shkollës fillore, mësuesi Ismet Behluli ka qenë muzikë në dhoke, për tha mësus arsimtar, po për tha mësuesi kështu se mësus, këtë jam mësus atë profesorë mësus, se mësën zonësin. Po, a im ka shti me knus për herë të parë para në zonësa dhe mu për jetë herë kur si jam në ullë. Dërsa vitin 1977, si maturant e gjimnazit, kum fillu me knu ndarësme, me Basri Begën dhe me Isuf Hajdar me violin ka qenë. Isufi që atëherë si eri para me, a i ka fillu me violin. Po me grupë të zerë, unë me Basri Begën këngëtar, Isuf me violin, jemi konë për atë ko, po thamë, për më të mirë dhe nivel të Kosovës. Se 5 vitin që atë ko kemi shku në hasi i bojnë dashme zakonisht kohën e dim, i kanë bonë se tash kanë nëshu për atë ko. U bajshën në të farëgjohën se logja ati o shatë, 17 dashme ishtë në rratë. O ka qenë një grupë që shkoj kënë gjithë dashmet, ku ish ma mirë, i lajmërë këtë jetë që kojna shahirat ma të mirë. Të na u bajnë këtë qështu uda, se kem pas një djallë një Gjemal Begën, këngëtari i ri, kënoj kësi Fatimi Sekuli. Në atëherë kënoj me këngë të në verhogjës flakë, se kemi menu tutën, se të rimi konkret. E prej atë herë, thash 5 vitën në hasi me konë numër një. Edhe si me njallë kur. Unë tash Basri Begë tash është ndjerë, kur diplomoj në gjuhë Shqipe, ka qenë pak ngusht pe i darës, tash e rujke rogën e lakongën. Sa atëherë me kënu një kongë për të lagosh edhe pe i arsimit, edhe banëshën me shenjë komiteti. Unë i ku pas gjendë mirë se 2 vllazë ku pas në Gjermani, si mërzit, shka pëthojnë ata kur se komunal heqë. As pe shkive, edhe në gjatë luftës, u shishin ta kum këndu këtu në prezent gjitha pikat për mararë dhe kështu, dhe pas luftës, në për gjitha festivalet kombëtare, në 3 shqiptare i kam 32 çmime. Se milion i kam 100 sa milion, ato se milion që të mujë me onë ka një, po çmime që një juri ka vlerësu, në 32 i kam. Si lautar e kum fillu në 2003-ën. Rasisht me një festival, shkojshme në Klinë ati, këndojmë liris, era në kem pas teksti jem një kongë malsosh për Shqinë Vartë të Kosovës, Ismet Krasniqi Lala ka qenë ekip përgjes i kongëtare në për teren. Në kënojshme ndashme me atë grupën time me lahut, me violin, me tërë trash. E kënum aty në shpitë kulturën Frezaj, tha nazmi kongë fort e mirë. Po banë dikun i lahut se me violin si lo, me hinë në skenë. E gjetëm një lahut, a i violinisti diqysha adoptum, se nuk dishme as mira, se pa pas kundur. Kongën e kënu mirë, 4 vite festivali, para se me fillu festival, 4 vite, 2 javë për parë me kongën të në është për cilë, vazhdimisht se kongë hit ka qenë. Atë kongë aty merë vend, me të njëtën kongë tani pa lahut, Skënderaj, kemi qenë grupi më autentik, se e kongë, këtë thëshme këtë kongë, të rallë që e qojnë zonë, se malsohë që kongë ronë, tipi malsohë. E tash unë jam në region të për kongë me krahë jam hit, se shumica e kongëve i nisi me këtë stil. Hitman. Po, i nisi me këtë stil, i kam në YouTube, kongëve i nisi me këtë stil, me një kushtrim e baj. A flasim pak edhe për luftën e fundit që ka ndodhur në Kosovë, edhe një Jezerës përgjithësi. Çush e ka gjetë Jezerësin lufta e fundit në Kosovë? Lufta e fundit, lufta e krenarisë shqiptare, kur ka filluar, unë për tham një sekuencë që me 5-6 e 7 në prekaz, do thot me 5 në prekaz, kur ka filluar, atë natë se na kem pas heroin, kem pas gjdo fshati ka tjerë së di, por na i zërës kem pas heroin, së cëlla lagje, së cëlla klevesi ka pas të organizu me heroin e vetë. Atë natë se kumlonë ka kanë se kam qenë Slivov, me 5 në Slivov të Farizajt, i në tërnë të vërtet, të knu me një fjallë nëse, në knu ku erdhëm setët, me produrën atë, thanë lufta fillojnë 3 drejtim po fësëlmuat prekazi, kur se arrajt s'ken që u përjetu thellë. Tha shumë rano gjendje atje, vesh një kongë kemi knu në Ahmed Delijen, se ju kushtoj ke prekazit, me qatë kongë kemi lëndarë, këtë janë që. Do të s'ka pas më atmosfere që dhona e dorë formalisht, i ministra atë natë këmë thonë du me nejtë në roje.
e kim pas së shtëpiat i kim mrapë, e kim pas një pikë drejtim, 90% fshatët e kim parë. Atë natë i Ezersit, unë në 4 pika i kom po vetë sërbë që janë konë të vëzhgu Ezersin lëvizet tona. A më kanë po mua ta zdi, po unë ja posha drita të shenjat e tyne, unë i kom po vetë, ku erdhen më ngjes, kur se jelëshe një farë bure, një frym ku erdhen mbromje, a i vëllavi të këshirë televizorën, ta është vëllavi ma, tha, e kallën për e kozë ke, tha, që shtu atë gjendja, qëtë ke skena televizorën, ka qenë skena mëron. Po thot, edhe e ka qenë motivit ashtë gjithë populata më kundërvu forca sërbe. Para 16 korrikët ka qenë një ekip që kanë orë në prezerës, kanë orë të unë kanë trakit, jemi morë vesh për me furnizu Ezersin, me mil edhe me vaj, me gjonë është që morë. Unë këto përgatiti ku bon familjet e mëdhaja, ku më thonë merë në milë, ajo konë mënyrën për me furnizu fshatën. 3 familje në fshat, në lagjet e me, migja, një kushërin edhe na, kemi konë familje ka mbi 30 antarë. Ku më thonë merë, do të me morë milë shpet e shpet se ko me hubë mo se lufta u nesati. Na ka 3500 kg kemi shtinë 3 familje milë. Po familje tjerë, për mes aktive, ku më thonë, do me hubë, merë në milë, se konë fjallë 1.000 markë, 1.000 frangë me shtinë milë. Për milë e kemi furnizu vetë. Vaj kemi të këshilë emergjent, ka qenë Sadri Balemi në kamion, ato ku më angashu shko, ka mush një kamion vaj, e kam lu me zalë, se ka qenë furnizus me zalë shumë. Me vaj kemi furnizu e zezë dhe pastaj. Herë në dytë kër kanë qenën, të unë kanë qenë se mu ka kontaktuaj ekipi që ka qenë teren, komandant Fejri tash në dirë. Herë në dytë ka thonë pret, se po shkujmë edhe një ushtarë Nazmi Balir me morën. Ata ishmi në lëvizë, se na kemi qenë themelus për Ezersin. Kanë shku taj, nuk janë nërë, kanë thonë pret, ati kanë thonë pret, edhe janë nisë më shku më të bu, konë natë karashi, të bashkimi Lëvek, pot një plak po këtë buar në formë piramide. Aty dëshmuri po orë karasi, sërpë kanë zonë prit atë. Se ne kemi pas antenë në sërbë atje nartë, është në krye Ezersit, ajo antenë ka përstjellë çdo gjë, ata e rarë me 2 nive kështu, atje në prit karor, dëshmuri po Nazmiu Gzmoli, dhe 5 ditë, dhe 2 neto kona e lëvizja, janë koordinim me hikto e kumbane, është fatë që ato parola veç unë edhe Ilmi Reqi se dim si di kërkush, se këtë për t'i marshin meritat, këtë për t'i marsh, pa ato si din tjerë të s'po din që ka me thonë që kemi pritën, se ato veç unë e dim, ata ka vinë me shfar parola, me hia me shfar me pritën, 2 drejtimi kanë hinë e zers, dhe 5-16 korrikët, 18 korrikë janë pozionu, ushtëria shqilimtarë një zers, dhe populata i ka pritë mënyrën më të mirë që ndashta është, këtë kanë thonë ushtarët e anëve tjerë që ka pos ka qenë këtë, me Ezersin, me këpritja që u ka bo ushtarë të ushtërisë shqilimtarë nuk ka ndodhë në asnjë skejt të Kosovës. 140 familje gjithë kanë qenë të angazhuar për luftën. Djemë më të mirë, ata shka janë vesh, janë radhejt në ushtëri, ata janë konë ushtarë. Pjesa tjetër, kraj punës, pës istekome, pës bunkerizimit dhe për familjet veta, istekomet këtë banorë të Ezersit i kanë qelë. Istekomen e po për një natë kanë qelë, me thonë 100 metra për një natë, pozicionin e pora kanë qelë. I kanë bunkerizu me zalë, me gjitha bunkerët i kanë maru, gratë, se në familjet e mëdha kemë pas furët. Gjitha furët e Ezersit kanë gatu për ushtërien. Ma vonë ka fillu furnizim me bukfore, furnizot kanë për unë, po do thamë familja eme, ka ndodhë 4 hëndit kanë gatu. Se njëherë e konë standard, njëherë e konë standard, se 36 bukë kemi fura i ka gatur. Se rejnë tjerë, po asë një furë ma shumë se 36 bukë s'ka gatur, se rejnët bonë, po më për thamë një realitet. Ka ndodhë 4 herë me gatur, 3 herë për ushtëria, 1 herë për familje, jo për ditë, 4 herë për thamë. Po shpesh herë ka ndodhë e. Do të ka një herë gjitha furët kanë gatu për një herë në ditë me që, se pika por, pika 2, 3, e 3, 4, 5, 6 ka qenë kanal, do të këtë familje kanë qenë të angazhuar. Edhe ku ka posë mundësi, i kanë pastru rrobët gjitha, do të nonat janë konë me gatu, nonat e motrat të në burat këtë në furnizim.
atë bunkerizim me bojt lisa, me bunkert, me dronje, me ato, këti kanë punu i Zersalit. Ushtarët, diku mbi 100 ushtarë kanë qenë të radhetën, dhe në fund luftën në ushtërishin të orët, djemë të Jezersit. I kemi 8 dëshmorë të Jezersit, edhe 8 viktima, pa thamë këtu më në Jezersit, se Jezersali kemi shumë të vrau jashtë, po ata në vrau si banori në rëdhimës ose i baleve tjetër, po thamë Jezers për mrejna, edhe një gjëdukën e kemë. 3 nxënës shkolle në të vrau, një nonë që ka po thëmim në dorë në zonë se ka qenë, me nonë, me thëmi është vrau në reklanisht atëra. A mbohet ndonjë datë përkujtimore për këta dëshmorë dhe martërshen të Jezersit? Po në një herë në vetë me 16 korreke bojmë, ditën kur është ra dëshmori po Nazim Gzmoli, ajo është ditë e shenjtë se çatë do të peqa së ditë Jezersi është shliru. Koma serv kur ka himi ofenzivë për ndryshe kështu mos s'ka guxu me hien. Ofenziva shtatorit e ka shkel një Jezers, ofenziva fundit, po nuk janë kthy lehtë ata. Na i kemi thash në dëshmor, po ata s'kan dhënë kur sa ka se luftime ofenziva shtatorit 3 ditë janë kanë dhënë për dhomë, do të plum për plumi. Ofenziva fundit do të prillit, e moshtë e prillit e fundit, thot ajo kon nuk u ditë ka sa po shko pasul, çështoj se po dhe zhvillim kanë qenë ndryshme se bombardimet ishin knejt, NATO-s, forcat serbe hynën tonë kështu, ka qenë një luftë, po betejë e Zerës është betejë shtatorit e epopeje që është se epopejë tash gjutore kena një unë për Josudi. Termi epopeje dallon shumë epopeje për gazë i përkon këti termi epopeje me qujtë, epopeje koshas e plëson këtë kusht me qenë epopeje edhe epopeje e Zerës. Në shtetë rrëthim kemi qenë të në kurën, po 3 ditë, 5 ditë, kër janë thyt gjitha pozicionet, i vetë me Jezerë si ka metë. 4-5 ditë kanë orë të barikadu, se atje në Kashtanijeve në kemë atje peshtërës, atje i kemë po atë e ka të gardë. Kënej ka dula gardë janë konë bon. Ka ferizaj kënej, ka mujtë me granatu, me gjylle topi, i kanë pozicionu topat. Rrëth mina hesa. 17 tonë nuk granatu e zërë, na një kemë po atë fillim në lutë, granotat në Havajën rrë, kështu nërvete ato, sikur sëor atë qafka që ju e thëllin në Prishtinë. Po gjitha e luft pozicioni, reliefi e Zerës të ka bon që mos me pas shumë viktima. Strahimet natë të banore jam aj që e kumë bon, se ta shtirë thë që ka dojnë, po unë e kumë bon, se po kanë që me morë meritat kretë, po unë pa thamë, e kumë thonë njerës masal sobeje kanë zotin azmije në pështoj, po ta shqethojnë, po e kanë thonë një herë ka pështu guja. Pe qasoj, qas strahim që e kumë bon, se ne kemë po, parimisht i me konë marrë vesh me njët, këto u të amiz ka qenë, ka 80 vetë burët e Zerës, edhe shtabi ka qenë, po shkojmë të, na i thëmë të punisht e pylltaris, barakët e pylltaris. Është një thellësi, ka Kalifornia atje nartë me hien. Natër që filloj së urmi, veç u nese u prit kësë urmi. Më kanë thonë ti vendas Imri Lazi edhe Ilmiri Qisa. Nëzme ti këtu ti vendas për, se gjithë mu e ku pas, mëse i ku bon hizmet me hynë këtu, edhe ku pas atë përgjësin me banur shka me bon. Më kanë thonë ti e një relefin ti vendas. Atje asë një banor s'ka shku në atë pikë ku e kanë ditë që jemi, ku e kanë ditë se ku më logarit që pa marrë vesh nuk jetë, se pështën guje. Atje të barakën 3 drejtimi kanë shku asë njërë s'kanë gjithë. Një ushtarë të kalu rasisht Lurzim Guta, në kalim dhe u vëra në qatë pjesë, do dhe s'kanë gjithë kërkanë. Këtë i kumë strehuën në drejtime ndryshme. Atje heqë 2 viktime në civil këtë. Edhe të viktima, njeni ka qenë ismut pe kancerin fës, ka mujtë me hecë, në mali e kanë zonë, e kanë vërë nëna dhe gruja janë konë të rujtën, si kanë maltërtu ato, po ato një plumë ja kanë dhonë edhe ka vdekaj. Një tjetër e kanë pas të zak, aj ka pas pushk, ka pas një 2-3 fishek, pushk vjetër, ka thonë që të une nuk e lëshoj shpijen, pa e shprasë që të në trup shkavit. Edhe vërtet ka liftu në shpe, ja ku bo një kongë, se jam edhe kryus, rapsat edhe kryus, ja ku bo një kongë, se di vetë ka orë, një pi vetë me morë, jo, ka thonë, se ka pika 6 më erdhë, e lëshu ato me hi atje, tha nuk erdhë, ku shku pse bë shku ja, ku shëne, tha, ku më thonë ati, o ty për thamë, që ta pluma, se na kemi di, se të zakim, po kemi di që ka push, që ta pluma, ja shprazën
trup shkave t'ja si jetoj gjallë, dhe s'ka pranu me hec me popullat me shku tjetër kun në qatë në shpe. Edhe në fut e kanë dikë, se e kam shilë shpijen, kur ju kanë zës për numët e kanë shilë zjarë në shpi, se po thot në qatë strategjia e njerëzve, tham, 2 viktime mi pas, mbi 2000 banor ka qenë, se ka pas edhe të fshatër tjerë që kanë këtu, mbi 2000 banor, 2 viktima. Rallë që kanë ndonë dhe për vene tjerë, se kë u përdor një strategji, një menqëri jemi, se thash me pas quq atje, 2000 banor, aty ka sapone kështë ndonë që aty. Se kanë ditë, ka rreth fjolla. Spontanisht shkojnë fjollë, jo që thoi kalzoj filoni, jo, se spontanisht shkojnë fjolla, goj mas goje, e merë vesh që zman me morë vesh. Ke marrë edhe drejt fundit kësa intervistës, edhe si për fund e kam pyetjen me dhoni mesazh, qofti si Nazmi, si person, qofti Nazmia si këngëtar, si rapsat do më thonë. A kishe mojt një mesazh për shikus që na shikojnë me dhonë? Po, për shikus, unë i kam duhen e vendin tanë. Se vendi jëtë aty ku lindë është maj mire. Mësë ja këthe shpinë, tash kur thujnë për vendin tanë, unë thamë për fshatin, po për e një thamë duhe Kosovën, mësë lëshëm me thonë, jetën përëndim është e mirë, se ma mirë se këtu s'ka. Unë ku mujtë me që djemë përëndim se vlasni, që kë vlavë e kam kojshi këtu, 3 djemë i ka, 3 i ka që në gjëmëri, tash u bo peshman vetë. Po djemë të mi kanë mujtë me shkuën. Kanë pas përpjekje shumë, po i kumbinë që këtu se ma mirë se këtu s'ka. Vendi jëtë është ma mirë. Rinijas, unë pe baja apel kështu, veqa që me dashtë vend, me dashtë të traditën tonë. Edhe kostumet e tua, edhe veglet të janë më të mirët. Kur u bon lahuta si rast i debatit, na i morën, se ata kanë morë të vetën, se ata kanë gusla, tash edhe ju në ka hjenë. Kur ka shku se ka shku në Maqedonia, në Shqipëri, në Juk Shqipëri, në Tepelen, si lahutarit, kam dhe garderobën e lahutarit, që lahutarit, dhe thot, ajo është e jone, edhe ta që në Juk s'përdojnë lahuta, po që lahutarit, dhe thot, e ki e jotja është ma mirë se këtë, edhe zakoni, edhe tradita, edhe bojaria, me këpritë, në mështu du të më kranu, edhe me pritë më sa verë të mështu. Për nëryshe të me një muzikë, këto farë shka bëthë, këto trejat, ato e kanë këtë bota. Edhe këcimi, pak edhe si valtorjan, edhe këcimi të këcej e valën tonë, tradicionale, këtë këshyrë që për valzoj këtë shqiptare, jo, kur të valzoj si bulgarit, nuk e shqiptare, më të po bonsh bulgar, ose valë në aty në tjerë, valë e jotet, vesh e jotet, tradit e jotet, është ma mirë në bëse është e jotja. Kur ta dush tonër, këtë dojnë aty. Ti ja këthe shpinën tonës, traditës, venit, këtë, kërkush dojnë aty, se ti s'pe do vetin, a s'pe do tonën. Që aty dalimi. Duje tonët, dojnë kretë. Nazmi, faleminderit për fjalët edhe për këtë intervistë që e kemi bërë bashkë, ishte nder edhe kënaqësi. Ishte kënaqësi, jeni të mirë se ardhën gjithmonë, ju mirë pres gjithmonë, të keni të ri, hajde ma shpesh. Faleminderit shumë. Zonë e zëtëri, ka që kishëm për Jezercin, e deri në javën tjetër, mirë mbetëshi.